Shkove dhe more pa buksen për nuse. Turp të vije. Çdo gjë nisi në një mbrëmje të ftohtë vjeshte, në odën e madhe të familjes së Arbrit. Shtëpia e tyre, një nga më të mëdhat dhe më luksozet në të gjithë zonën, ishte e mbushur me një heshtje mbytëse. Por brenda saj po zihe një stuhi e vërtet që do të ndryshonte rrjedhën e jetës së tij përgjithmonë. Babai i Arbrit, Aslani, një burr fjalëpak, me flokë të bardhë dhe një autoritet që ngrinte çdo bisedë, e kishte thirrur të birin për t'i treguar një histori që Arbri nuk e kishte dëgjuar kurrë me aq detaje dhe rëndësi. Shumë vite më parë, kur familja e tyre nuk i kishte ende këto pasuri dhe rreziqet e kohës i kërcënonin në çdo hap, babai i Hanës i kishte shpëtuar jetën Aslanit, duke rrezikuar veten dhe duke marrë një plagë që do t'i kushtonte shëndetin më vonë. Mbi shtratin e vdekjes, ai i kishte kërkuar Aslanit një premtim të vetëm, që familjet e tyre të bashkoheshin me martesë për të siguruar që gjaku dhe nderi i tyre të mos humbisnin në harresë. Aslani ndezi një cigare, pa nga dritarja që shikonte drejt maleve dhe me një zë që nuk pranonte asnjë replik i tha Arbrit se kishte dhënë fjalën e burrit, e cila në atë shtëpi kishte peshën e gurit. Ndaj ai duhej të martohej me Hanën, vajzën jetime që sot nuk kishte askënd përveç gjyshes së saj të sëmur dhe jetonte në skamje të plot në fund të fshatit. Për Arbrin, këto fjalë ishin si një goditje e rënd rrufeje, sepse ai sapo ishte kthyer nga qyteti ku kishte mbaruar studimet me rezultate të larta në menaxhim biznesi dhe kishte ëndra të mëdha për të zgjeruar kompaninë në tregje ndërkombëtare, duke frekuentuar ambientet më moderne e duke patur një rreth shoqëror të pasur e të suksesshëm. Në mendjen e tij, ideja një martese të rregulluar nga traditat e vjetra ishte një absurditet dhe një makth mesjetar. Ndaj u ngrit në këmbë duke rrëzuar karrigen dhe debatoi ashpër me të jatin se jetonin në një tjetër shekull, e se nuk mund të lidhte jetën me një vajzë të parsimuar që rinte vetëm në përara e me të cilën nuk kishte asgjë të përbashkët. Arbri u mundua të gjente një zgjidhje tjetër duke propozuar që t'i dërgonin asaj çdo muaj një shumë të madhe parash, t'i blinin një shtëpi të re në qytet e t'i paguanin mjekimet e gjyshes. Por Aslani as që donte t'i dëgjonte këto propozime, pasi për të parat ishin një fyerje ndaj kujtimit të mikut dhe bëhej fjalë vetëm për besnikëri e nder. Debati zgjati për ditë të tëra duke kthyer shtëpinë e madhe në një fushbetejë të heshtur, ku edhe nëna e Arbrit tentoi të ndërhynte në favor të djalit nga frika se dasma me një vajzë aq të varfër do t'u prishte reputacionin para familjeve të tjera elitare. Mirë po vendosmëria e Aslanit mbeti e çelikt. Në mbrëmjen e tretë të debateve, Aslani nxori letrat e pronësisë së të gjitha bizneseve, llogarive bankare dhe tokave mbitryez dhe i dha Arbrit një ultimatum të prerë të pamëshirshëm, duke i thënë se çdo gjë që ai gëzonte sot ekzistonte sepse babai i asaj vajze kishte dhënë gjakun për të. Ndaj i mbeteshin vetëm dy rrugë: ose të pranonte Hanën për nuse të trashëgonte çdo gjë, ose të paketonte valizet që sonte e të dilte në qytet pa asnjë qindar, pa emrin e familjes dhe pa të drejtën për t'u kthyer më kurrë. Arbri e shikoi babain në sy dhe kuptoi se ai nuk po bënte blof, gjë që nënkuptonte se po të ikte do të humbiste statusin, kapitalin dhe të ardhmen e sigurt që kishte programuar me aq mund. Nën presionin e këtij kurthi të madh ku ndihej i tradhtuar nga familja e tij dhe i detyruar të shiste lumturinë, me grushtat e shtrënguar nga tërbuarja dhe me një urrëtie të fshehur që po linte brenda tij për këtë vajzë të panjohur që po i shkatërronte jetën, ai uli kokën dhe pëshpëriti se do të bëhej ashtu siç donte i ati, duke vullosur kështu pranimin e një fati të padëshiruar e të hidhur. Ditët kaluan shpejt dhe dita e dasmës erdhi si një hije e zezë për Arbrin, duke e kthyer fshatin në një arenë thashethemesh dhe shikimesh mospërfillëse. Dasma u organizua në mënyrë modeste, ashtu siç kishte kërkuar Aslani për të mos rënë në sy. Por lajmi i martesës së djalit të pasanikut me vajzën më të varfër të zonës ishte përhapur kudo si zjarri në shkure. Kur Hana mbërriti në oborin e shtëpisë së madhe, e shoqëruar vetëm nga një tregtar i vjetër i fshatit që po bënte rolin e dëshmitarit, të gjithë mbetën të heshtur për një moment. Pasi ajo mbante veshur një fustan të thjeshtë të vjetër, pa dantella e pa shkëlqim, të cilin mezi ja kishte qepur një rrobaçepse lokale me copat që kishte gjetur në shtëpi. Të afërmit me ndjemdhenjë të Arbrit,
Xhaxhallarët me gratë e tyre të veshura me rroba luksoze dhe bizhuteri të shtrenjta, filluan të nxirrnin helmin e tyre të parë, duke përshpëritur e duke qeshur në mbuz teksa thoshin se Aslani po sillte një lypse në shtëpi dhe se Arbri po turpërohej para gjithë botës. Vet Arbri, i veshur me një kostum elegant që rinte në kontrast të plot me thjeshtësinë e të skajshme të Hanës, refuzonte madje edhe t'i hidhte shikimin asaj, duke qëndruar me trupin e ngrirë dhe me një fytyrë të errësuar nga fyerja e egos së tij. Ai ndihej i poshtëruar në maksimum, sepse shikonte shokët e tij të fëmijërisë që mbyllnin gojën me dorë, për të mos qeshur me zë të lartë dhe dëgjonte komentet thumbuese të grave të fshatit, që thoshin se kjo martesë ishte dënimi i tij më i madh. Hana, nga ana tjetër, e ndjente të gjithë këtë presion dhe përbuzje që rezatonte nga çdo cep i oborrit. Por ajo thjesht shtrëngonte duart rreth një thase të vogël me rrobat e saj të pakta dhe mbante kokën ulur, me lotët që i rridhnin në heshtje faqeve, pa thënë asnjë fjalë të vetme e pa u ankuar për trajtimin mizor që po i bëhej që në hapat e parë. Kur ceremonia mbaroi dhe ata u futën më në fund në dhomën e tyre, Arbri nuk priti asnjë sekond, por menjëherë i ktheu shpinën. Mori jastëkun e tij dhe u shtri në divanin në skaj të dhomës, duke i thënë me një zë të akullt se kjo martesë ishte thjesht një letër për të kënaqur baban e tij dhe se ajo nuk duhej të priste kurrë asgjë prej tij si burr. Ai ishte i bindur se Hana kishte pranuar të martohej me të vetëm për të përfituar nga pasuria e familjes së tij, për të shpëtuar nga varfëria e skajshme dhe për të siguruar mjekimet e gjyshes. Ndaj vendosi ta ndëshkonte me injorim total dhe ftohtësi absolute. Gjatë javëve të para, shtëpia u kthye në një burg të vërtet për Hanën, ku Arbri nuk i fliste asnjë fjalë gjatë ngrënies, hante shpejt dhe largohej menjëherë në qytet, ndërsa vjera e saj e shikonte me një përbuzje të hapur, duke lënë të bënte punët më të rënda të shtëpisë sikur të ishte një shërbëtore e thjeshtë dhe jo nusja e djalit. Çdo ditë, kur të afërmit vinin për vizitë, ata silleshin sikur Hana nuk ekzistonte fare ose bënin biseda të qëllimshme për jetën e shtrenjtë dhe vajzat e pasura të qytetit me të cilat Arbri duhej të ishte martuar, me shpresën për ta thyer shpirtërisht këtë vajzë të varfër. Por pavarësisht kësaj atmosfere të mbytur nga urrejtja dhe paragjykimi, ku Arbri vazhdonte ta trajtonte si një të huaj që i kishte zënë hapësirën dhe i kishte prishur jetën, diçka te Hana mbeti e pathyeshme, duke hedhur bazat për një kthes që askush në atë shtëpi të pasur nuk mund ta imagjinonte dot. Javët u kthyen në muaj, dhe kështu nisi etapa e tretë, ajo e qëndresës së heshtur të Hanës përballë një mjedisi që bënte çmos ta thyente. Pavarësisht ftohtësisë polare të Arbrit dhe sjelljes poshtëruese të vjehrës, Hana nuk nxori kurrë asnjë fjalë ankese nga goja, duke treguar një dinjitet që filloi të trondiste ngadalë themelet e asaj shtëpie. Ajo zgjohej përpara se të gëdhihej dita, pastronte çdo cep të shtëpisë së madhe, gatuante ushqime tradicionale me një shije të jashtëzakonshme dhe kujdesej për lulet e kopshtit me një përkushtim që u jepte jetë atyre mureve të ftohta prej guri. Kur ulej në tryezën e bukës, ku Arbri vazhdonte ta injoronte duke parë telefonin apo duke biseduar vetëm me të atin për bizneset, Hana qëndronte e qetë, me kurizin drejt dhe me një vështrim të pastër e të kthjellët që nuk pasqyronte as urrejtje e as rebelim, por një pjekuri të thellë që nuk i përshtatej moshës së saj. Ky qëndrim filloi të krijonte dyshimet e para në mendjen e Arbrit, i cili priste që ajo të acarohej, të kërkonte rroba të shtrenjta, të ftonte njerëz apo të ankohej te babai i tij për trajtimin që po i bëhej. Por Hana nuk kërkoi kurrë asnjë qindart dhe nuk pranoi asnjë dhuratë që Aslani tentonte t'i bënte për mirësjellje. Një pasdite, kur Arbri u kthye më herët nga qyteti, ai e gjeti Hanën duke ndihmuar një fëmijë të moshuar dhe të varfër të fshatit, duke i ndarë ushqimin e saj dhe duke i folur me një ngrohtësi e respekt që ai nuk e kishte parë tek asnjë nga vajzat me ndjemdha që frekuentonte në qytet. Ai mbeti i fshehur pas pemës, duke vrojtuar dhe duke vënë re se si ajo, pavarësisht rrobave të thjeshta e të konsumuara, kishte një elegancë të lindur në lëvizje dhe një fjalor të pasur e të artikuluar mirë kur bisedonte, gjë që binte ndesh me idenë e tij se ajo ishte thjesht një vajzë fshati e parsimuar. Diçka brenda Arbrit filloi të ndryshonte. Ftohtësia e tij e qëllimshme filloi të zëvendësohej me një kuriozitet të fshehtë dhe me një ndjenjë të çuditshme,
Faji që e bënte të ndihej i vogël përpara asaj vajze që, ndonëse nuk kishte asgjë materiale, duke i se zotëronte një pasuri shpirtërore dhe një forcë karakteri që as paratë e tij nuk mund ta blinin dot. Ndërsa vjehra vazhdonte ta thërriste me tone urdhëruese për punët e shtëpisë, Hana thjesht buzëqeshte lehtë dhe bënte atë që i kërkohej pa asnjë mëri. Një qëndresë e heshtur dhe mistike që po përgatiste terrenin për stuhinë e madhe që do të shpërthente shumë shpejt dhe që do t'u tregonte të gjithëve se kush ishte Hana në të vërtetë. Dhe kështu, kur qetësia e re me asaj shtëpie kishte mpirë çdo dyshim, erdhi dita e kthesës së madhe. Dita që do të shënonte etapën e 4 dhe do të përmbyste një herë e mirë të gjitha raportet e forcës. Çdo gjë nisi në një paraditë të zakonshme, kur familja e Arbrit ishte mbledhur në sallon së bashku me disa të afërm të pasur që kishin ardhur për vizitë, të cilët si gjithmonë vazhdonin të bënin biseda me nënkuptime dhe thumba ndaj Hanës, e cila në ato momente po u shërbente kafen me të njëjtën heshtje dhe dinjitet si çdo ditë tjetër. Papritur, para portës së madhe të shtëpisë u dëgjua zhurma e një makine luksoze të zezë, një model i fundit që ra menjëherë në sy në atë fshat të vogël. Dhe nga ajo doli një burr i veshur me një kostum tejet elegant, me një çantë lëkure në dorë dhe me pamjen e një njeriu me peshë të madhe ligjore. Kur trokiti në derë, Aslani doli vetë ta priste, duke menduar se ishte ndonjë investitor apo bashkpunëtor i ri biznesi. Por burri u prezantua si zoti i lirë, një nga avokatët më të njohur dhe më të rëndësishëm të zyrave ligjore ndërkombëtare në kryeqytet, dhe kërkoi specifikisht të fliste me zonjën Hana. Të gjithë në sallon mbetën të shtangur, ndërsa nëna e Arbrit lëshoi një nënqeshje ironike, duke pyetur me zë të lartë se çfarë punësh mund të kishte një avokat i tillë me një vajzë që nuk kishte asgjë në këtë botë përveç rrobave të trupit. Avokati, pa e prishur qetësinë e tij, kërkoi që të gjithë të uleshin, pasi ajo që kishte për të thënë i përkiste të gjithë familjes, dhe pasi hapi dosjen e trash me vula zyrtare e dokumente ndërkombëtare, filloi të zbulonte një të vërtetë që i la të gjithë pa frymë. Doli se gjyshi i Hanës, njeriu që fshati e kujtonte si një fshatar të thjeshtë që kishte ikur në emigrim dekada më parë, kishte qenë në të vërtetë një nga investitorët e parë sekret në industrinë e minierave dhe të pasurive të paluajtshme jashtë shtetit, duke krijuar një pasuri marramendëse që kapte vlerën e 10 miliona eurove në llogari të fshehura mirëbesimi. Megjithatë, duke njohur lakminë e njerëzve dhe duke dashur ta mbronte mbesën e tij nga ata që do ta donin vetëm për paratë, ai kishte lënë një testament me një kusht të çelikt dhe të pazakont ligjor. Sipas testamentit, Hana duhej të jetonte në varfëri të plotë deri në momentin që do të martohej, dhe pasuria do t'i kalonte asaj vetëm nëse martesa bëhej me një njeri që nuk kishte asnjë dieni për këtë pasuri, duke siguruar kështu që burri i saj ta pranonte atë për atë që ishte si njeri, dhe jo për milionat e saj. Hana e kishte ditur gjithmonë këtë sekret, por kishte zgjedhur të bindej verbërisht ndaj dëshirës së gjyshit, duke duruar me muaj të tërë të gjitha fyerjet, përqeshjet, punët e rënda dhe ftohtësinë e akullt të Arbrit, thjesht për të parë nëse në atë shtëpi kishte mbetur qoftë edhe një grimc njerëzimi e pastër. Avokati filloi të lexonte listën e pronave që tani kalonin zyrtarisht në emër të Hanës. Aksionet kryesore të kompanive që menaxhonin minierat e rajonit, pallate të tëra në kryeqytet dhe madje edhe tokat ku vetë familja e Arbrit kishte ndërtuar disa nga bizneset e veta. Gjë që nënkuptonte se, brenda një sekunde, Hana nuk ishte më vajza e varfër e fshatit, por pronarja e vërtetë e gjithçkaje, shumë më e pasur se vetë familja e Arbrit. Në atë moment, salloni u përfshi nga një heshtje e tmerrshme mortore, ku nëna e Arbrit u zbet në fytyrë dhe zuri gojën me dorë nga turpi e tronditja. Xhaxhallarët me ndjemdhenj filluan të lëviznin nëpër karrige të pasigurt, ndërsa vetë Arbri mbeti duke parë Hanën me sy të hapur, i paralizuar nga një ndjenje e thellë turpi dhe faji që po e diqte për brenda. Ai shikoi duart e Hanës, ato duar që kishin pastruar shtëpinë e tij dhe që kishin shërbyer me përulësi, duke kuptuar se kjo vajzë që ai e kishte trajtuar si një asgjë, kishte pasur në dorë fatin e tyre gjatë gjithë kohës. Hana u ngrit ngadalë nga karrigja, hodhi një vështrim të qetë plot dinjitet mbi të gjithë njerëzit që dikur e shihnin nga lart, dhe firmosi dokumentet e avokatit, duke treguar se loja e gjatë e durimit kishte mbaruar dhe se tani,
maskat e të gjithve kishin rënë përfundimisht. Të nesërmen e zbulimit të madh, lajmi për pasurinë përrallore të Hanës u përhap në të gjithë fshatin si një rebesh vere. Njerëzit e fshatit, të afërmit me ndjemdhenj dhe të njëjtat gra që dikur qeshnin me fustanin e saj të thjesht të dasmës, tani nuk dinin si t'i afroheshin shtëpisë së madhe. Ata filluan të sillnin dhurata, të gatuanin ëmbëlsira dhe t'i bënin lajka të turpshme, duke e quajtur zonja Hana dhe duke u munduar t'i fshinin me servilizëm muajt e tërë të përbuzjes. Por Hana, me të njëjtën elegancë të ftohtë dhe maturi që e kishte karakterizuar gjithmonë, i priste në sallon, i dëgjonte dhe i përcillte me një buzëqeshje që i bënte ata të ndiheshin edhe më të vegjël nga turpi. Ajo nuk u hakmor me fjalë të rënda. Hakmarrja e saj ishte thjesht indiferenca dhe mirësia e saj e pandryshueshme, gjë që dëshmonte se parat nuk e kishin ndryshuar shpirtin e saj. Për Arbrin, kjo situatë ishte një torturë e vërtet shpirtërore. Çdo herë që hynte në dhomë dhe e shikonte, ai kujtonte netët që kishte kaluar në divan duke i kthyer shpinën, kujtonte fjalët e akullta që i kishte thënë dhe mënyrën se si e kishte paragjykuar si një vajzë që donte vetëm paratë e tij. Ai ndjej tmerrsisht i turpëruar, jo sepse ajo tani ishte më e pasur se ai, por sepse kuptoi se kishte pasur pranë vetes një diamant dhe e kishte trajtuar si një gur të thjesht rruge. Një mbrëmje, i paaft për ta mbajtur më këtë peshë në gjoks, Arbri u ul përballë saj në dhomë. Uli kokën dhe për herë të parë, me zërin që i dridhej nga lotët e sinqertë të pendesës, i kërkoi falje. Unë nuk po të kërkoj falje për paratë e tua, Hana, tha ai duke e shikuar drejt në sy. Po të kërkoj falje sepse isha i verbër. Isha aq i mbushur me egoizëm dhe mendje madhësi qyteti, sa nuk arrita të shikoja pastërtinë dhe forcën e zemrës tënde. Nëse dëshiron të ikësh dhe të marrësh gjithçka, unë do ta pranoj dhe nuk do të ndaloj, sepse nuk e meritoj një grua si ti. Hana e dëgjoi me vëmendje dhe për herë të parë pas aq shumë kohësh, ftohtësia në sytë e saj u shkri. Ajo i tha se nuk kishte ndërmend të ikte, sepse qëllimi i saj nuk ishte ta shkatëronte, por të gjente një burr që do të mësonte ta donte pa pasur frikë nga interesat materiale. Ajo pa te lotët e Arbrit një ndryshim të vërtet, një thyerje të asaj egos që e kishte helmuar për aq kohë. Nga ajo natë, martesa e tyre e detyruar filloi të kthehej në një histori të vërtet dashurie. Arbri nisi ta shoqëronte Hanën kudo, jo si një roje, por si një partner që krenohej me të. Ai filloi ta ndihmonte në menaxhimin e pasurisë së saj të re, por këtë herë duke punuar krah për krah me të, si dy të barabartë. Ata rindërtuan shtëpinë e vjetër të gjyshit të saj në fshat, duke e kthyer në një qendër bamirësie për fëmijët jetimë dhe familjet në nevojë. Dhe Hana u sigurua që gjyshja e saj të merrte kujdesin më të mirë mjekësor në vend. Arbri nuk e shikonte më si një detyrim të taatit, por si fatin më të madh të jetës së tij. Vajza e varfër që dikur hyri në atë shtëpi me një thas rrobash në dorë, kishte fituar jo vetëm pasurinë e saj, por kishte shpëtuar edhe shpirtin e njeriut që fati kishte caktuar për burr.